E kjo sezon do të moderohet nga moderatorja e njohur Luana Vjoca, janë Enca dhe Fero. Pasi ai kishte deklaruar se nuk do të merrte pjesë kurrë në asnjë reality show. Reality shows nuk kanë të ndalur këtë vit. Përveç Big Brother VIP Albania që pritet të përfundojë në fund të muajit prill, një tjetër spektakël pritet të fillojë. Bëhet fjalë për Ferma VIP, e cila do të nisë edicionin e dytë me datë 31 mars. Ashtu si Big Brother VIP Albania, ky format mbledh personazhe të njohura, por që ndryshon shumë në mënyrën e jetesës. Banorët e këtij formati jetojnë shumë më ndryshe se ata të Big Brother, jetojnë shumë larg luksit dhe jetojnë në një vend rural. Detyrat e tyre janë që të kujdesen për kafshët, të punojnë tokën dhe të kryejnë të gjitha detyrat që duhet të bëhen në një fermë. E kjo sezon do të moderohet nga moderatorja e njohur Luana Vjoca, e cila është parë tejet entuziaste në promon zyrtare. Ardhja e saj si moderatore është pritur edhe goxha mirë nga publiku. Ende nuk është publikuar lista e plotë e pjesëmarrësve të Ferma VIP, por patjetër që kanë qarkulluar shumë emra në rrjetet sociale. Dy konkurrent që përflitet që do të jenë pjesë e Ferma VIP, sipas burimeve të Anabel, janë Enca dhe Fero. Enca pritet të rikthehet pas një periudhe të gjatë larg muzikës, ndërsa pjesëmarrja e Feros ka habitur publikun, pasi ai kishte deklaruar se nuk do të merrte pjesë kurrë në asnjë reality show. Përveç tyre përfliten edhe emra të tjerë si Olsi Bylyku, Alba Pollozhani, Big Basta, Frederik Noçi dhe Erand Sojli. Kurse Olti Curri flitet të jetë opinionist i kësaj sezone. Kujtojmë se fituesi i edicionit të parë të Ferma VIP ishte Dionis Biba, i cili e fitoi këtë garë me qëndrueshmërinë e tij dhe karakterin që pati gjatë qëndrimit në Ferma VIP. E Ferma VIP që do të nisë me 31 mars pritet të sjellë shumë emocione, sfida dhe momente të bukura për publikun.